Pra, gabimi fatal i opozitës ishte shitje, sidomos e pushtetit lokal, madje nuk ishte gjë largimi i mandateve, pa tërheqja nga mandatet, por shitja e pushtetit lokal ishte gjë më vrastare për opozitën, sepse unë e kam thënë dhe e them që pushteti lokal është ai që u shërben drejt për drejt njerëzve dhe është ai që nesër të sjell në pushtetin qendror. Dhe marrja e pushtetit lokal ka bërë që ta fuqizonte Ramën aq shumë dhe arriti pastaj të bënte goditjen step by step ndaj opozitës, fillimisht ndaj Sali Berishës në rreth shtëpie një vit, duke lobuar me Gonigale, me ndërkombëtare, kime me radhë, një të gjithë e pam, jo mori vullën, e futi në zgjedhje me fjalë qofshin të pjesër që dhe të tjera duke pasur vullën partia e zotit Lulzim Basha, ku kam qenë 2023 pres e zgjedhjeve, po kështu arrestimi i kryetarit tjetër të dytë më të madhe të opozitës, zotit Meta, në mënyrë antikushtetuese arbitrare që ju e pa të gjithë se si u bë dhe me filmime porosi të ish ministrit që nuk e njeh njeri sot deputet që ndjekin me vezë zoti Hoxha, apo na ish drejtori i përgjithshëm policisë i keq përdorur Proda, dhe vazhdojnë gjyqi politik ende sot e kësaj dite, presioni ndaj Mediut, të gjitha këto bëjnë që Rama të merrte 48.ca%, po për shkak të kodit korruptuar dhe sistemit zgjedhor ka 83 mandate, ndërkohë që duhet kishte as 68-69 mandate me gjithë oligarkët, banditët, falet e pensioneve, dhurimi 900.000 lekë, apo falet e gjobave, apo përdorimi i ashashit për bim medicinale, gjitha me radhë, ilaç. Pra, në këtë moment jemi në një situatë alarmante dhe këtë zgjim, sado që bën protesta opozita, disa herë përplasje me policinë, me landelmuse me radhë, rinia që ajo që mori zgjimin. Dhe unë besoj dhe shpresoj, asnjë nuk e mendonte, të gjithë mendonin që do ta prishin, siç prishi protestën me studentët, luftoi dhe ka luftuar me patronazhistë, me skenare nga më të ndryshme për t'i përçar, por nuk ka arritur që t'i përçaj, që do të thotë që ne presim i vjesht, të fortë, shtator, tetor, me ardhmën dhe të studentëve, dhe mendoj që do të kemi qeveri teknike. Se dy rrugë janë.